Të gjithë e dim që shkolla e parë shqipe është hapur më 7 mars 1887 në Korçë, por a është kjo e sigurt? Të paktën sipas një simpoziumi shkencor të mbajtur në Kurbinë në kuadër të 7 marsit, thuhet se shkolla e parë shqipe daton rreth 381 vite më parë. Këtë e ka dëshmuar studiuesi Vlash Prendi, i cili thotë se shkolla e parë shqipe u ha më tetor të 1632-shit në kishën e Shëmpremtës në Kurbinë dhe mësuesit e parë kanë qenë i peshkëve të zonës dhe priftërinjt. Shkolla e parë shqipe është hapur në Kurbinë në vitin 1632 në muajin tetor. Janë edhe të dhënat, janë gërmallat e shkollës parë shqipe. Dihet nga dokumentacioni se çfarë tekstesh janë përdorur, tekstet e Butit, Bogdanit, Frank Bardhit etj. Dhe këtu jepej edhe gramatik, po nga priftërinjt. Ka dokumenta autentike, ka studiues që e pohojnë me plot gojen. Nga ana e saj, deputetja e zonës Pavlina Hoti ka vlerësuar rolin e shkollës në përhapjen e dijeve. Në 1632-shin është hapur një shkollë me 12 deri në 30 nxënës në Shënaprene dhe në Vel, ku kryesore cilësohet në dokumentat e propagandës sfide të autorit të njohur Vinçak, që është kërkuar ndihmë Vatikanit që të hapeshin shkollat për të mësuar nxënësit shkrim dhe këndim dhe besimin e mirë. Duhet ta theksoj shkrim dhe këndim të gjuhës shqipe. Sipas studiuesit Vlash Prendi, ka studiues të cilët kanë pohuar ekzistencën e kësaj shkolle, kundër të parët kanë qenë Dimitër Shuteriqi dhe pastaj David Luka, Kastriot Marku, të cilët në bazë të dokumentave dëshmojnë se shkolla e parë shqipe është hapur 381 vite më parë.